Besa, me qëfar po mire shkove të fundit? Ku je fokusuar më shumë? Sepse duat flas pak edhe për aktrimin. E keni lënë anash, apo jeni duke punuar? Ta 2 mujtë e fundit kemi qenë pushim, por që tashmë brenda 2 javësh rifillojmë xhirimet për fillu pastaj transmetimet në shtator. Për momentin jam e angazhuar në produksionin Donjeta, në serialin Rrugët e Lirisë, si që kam përmend edhe një serial i pëlqyer nga masa, po. Shumë i pëlqyer dhe që shfaq realitetin e vendit tonë në kohën e paraluftës, sakrificat e popullit tonë gjatë asaj kohe për t'u formu ilegalja, pastaj edhe ushtria në mënyrë që të mos rinën sundimin serb. Dhe është një serial jashtëzakonisht shumë i pëlqyer, por që ka një ekip të jashtëzakonshme që punohet shumë në mënyrë që ai realitet të shfaqet në sa më origjinal. Sa më origjinal ashtu siç ka ndodhur në ngjarjet në kohën e paraluftës në vendin tonë. Por që tash fillojmë xhirimet edhe për një serial tjetër, që po ashtu ka natyrë të viteve të paraluftës, në fakt të viteve shumë atëhershme, kujtohet ajo periudhas e popullit tonë, për sfidat në për cilat kanë kalu, varfëria, skamja e kështu me radhë.